Personat që ha në kos urgjent duhet ta dëgjojnë këtë, do befasoheni. Kosi është një nga produktet që ka përfitime të shumta për shëndetin e njeriut. Konsumi i tij çdo ditë mund t'i japë një sër përfitimesh për organizmin. Kosi është konsumuar nga njerëzit prej qindra vitesh. Ai dallohet nga vlerat e larta ushqyese dhe konsumi i rregullt i tij do të sjellë konsiderim të mirë për shëndetin dhe përfitime të mira në mbrojtjen e organizmit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kosi ndihmon në uljen e hipertensionit. Studimet të shumta tregojnë se kosi është një aleat shumë i mirë i trupit tuaj në dietë dhe mund të ulë gjithashtu riskun e problemeve të hipertensionit, i cili zakonisht njihet si presioni i lartë i gjakut. Gjithashtu, kosi ju ndihmon të mbani trupin në formë dhe të parandaloni problemet kronike si dhe të ndihmoni sistemin tuaj tretës. Kosi do të ndihmojë në humbjen e kilogramëve të tepërt. Sipas një studimi të ri, për të përshpejtuar humbjen e peshës dhe procesin e djegjes së dhiambit, ju duhet të shtoni kosin në vaktet tuaja. Kosi ka përmbajtje të lartë të proteinave dhe ju bën të ndjeni të ngopur për një kohë më të gjatë dhe zvogëlon tendencën për të ngrënë shumë ushqime të pashëndetshme. Kalciumi të kosi do të rrisë procesin e djegjes së yndyrnave në trup dhe ndihmon gjithashtu në rritjen e shkallës metabolike. Ata që konsumojnë kos rregullisht tentojnë të humbasin 80% më shumë yndyrë nga stomaku se ata që nuk marrin në mënyrë të rregullt konsumin e kosit. Kosi ndihmon në përmirësimin e lëkurës. Dikush dëshiron që të ketë një lëkurë të përsosur dhe gjithashtu rrezatuese, por të gjithë ata personat që duan këtë mbrojtje të lëkurës, në ndihmë mund t'ju vijë përdorimi i kosit, me shumë përfitime të larmishme duke rigjeneruar atë edhe duke evituar kështu edhe komplikacionet e saj. Konsumojeni ose aplikoni kos direkt në fytyrë sepse do të sjellë dobi të larmishme dhe do të ndihmojë në pastrimin dhe rigjenerimin e saj më të mirë. Acidi laktik që ndodhet te kosi do të ndihmojë në heqjen e qelizave të vdekura të lëkurës dhe reduktimin e shenjave dhe plakjes, sipas studimeve të shoqatës dermatologjike në Zelandën e Re. Kosi përmban acidin laktik dhe zink, të cilat janë shumë të dobishme për heqjen e akneve dhe rinovimin më të mirë të lëkurës. Shtimi i kosit në menunën tuaj ditore mund të ofrojë gjithashtu një mbrojtje më të mirë të shëndetit të lëkurës dhe parandalimin e komplikacioneve të saj. Kosi është një aleat shumë i mirë për lëkurën tuaj dhe si i tillë mund të sjellë përfitime të larmishme në mbrojtjen dhe parandalimin e problemeve të saj. Ekspertët e cilësojnë kosin si një prej produkteve më të rëndësishme në rigjenerimin e lëkurës. Kosi do të ndihmojë gjithashtu edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt. Për disa, dëshira për të humbur peshën e tepërt mund t'i bëjë ata që të kthehen drejt zgjedhjeve të ndryshme, qoftë një ushqim ndërtues ose edhe përdorimi i palestrës ose vazhdimi i dietës së tyre, ose zakonisht një kombinim i të gjitha gjërave. Sa i përket dietës së shëndetshme, kosi nuk është i rastësishëm në programet dietike të shumë dietologëve, duke u cilësuar ai si një prej produkteve fantastike që mund të keni në dietën tuaj edhe në parandalimin e këtyre shqetësimeve. Kosi është një produkt fantastik për një zorrë të shëndetshme. Shëndeti i zorrëve mund të mos jetë diçka për të cilën mendoni shpesh, por është thelbësor për të mbajtur një mënyrë jetese të shëndetshme. Zorrët tona janë përgjegjëse për tretjen e ushqimit dhe thithjen e lëndëve ushqyese, ndaj është thelbësore që ato të funksionojnë si duhet. Një gjë që duhet të ndihmojë në këtë proces është edhe shtimi i kosit në menunën tuaj ditore. Kosi është një produkt fantastik për të pasur gjithashtu kocka më të forta dhe organizëm më të shëndetshëm. Nëna juaj gjithmonë thonte që të pini qumësht për të pasur kocka të forta. Ndoshta, ndryshe nga shumë gjëra të tjera, kjo ishte e vërtet, por ajo mund të ketë haruar të përmendë edhe kosin si një prej produkteve më fantastike në rigjenerimin e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij.
Shtimi i kosit në vaktet tuaja ditore do të ndihmojë të keni kocka më të shëndetshme dhe një organizëm më të fortë. Kosi do të përmirësojë edhe humorin tuaj. Në mes të problemeve të punës, stresit ose çdo lloj gjëje tjetër që mund të largojë qetësinë, harmoninë, humori juaj është i lehtë për të rënë dhe gjithashtu më i prekshëm. Ka mënyra klasike për të përmirësuar humorin tuaj. Ushtrimet e rregullta në palestër, gjumi i mirë dhe ngrënia e kosit janë përforcues të mrekullueshëm të humorit tuaj dhe mund të parandalojnë gjithashtu edhe komplikacionet e saj. Shtimi i kosit në vaktet tuaja ditore do të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Shtimi i kosit në vaktet tuaja ditore do të përkthehet në një sistem imunitar më të mirë, më të fortë dhe gjithashtu më të shëndetshëm. Në ditët e sotme është e rëndësishme më shumë se kur të keni një sistem imunitar të shëndetshëm për të luftuar komplikacionet e momentit. Një nga mënyrat për të forcuar më mirë sistemin tuaj imunitar janë ushqimet e shëndetshme dhe kosi që përmban edhe ato probiotik. Këto bakterie të shëndetshme përmirësojnë gjithashtu edhe metabolizmin tuaj dhe çojnë në përmirësim të mirë të zorëve dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Shtimi i kosit në vaktet tuaja ditore do të përkthehet gjithashtu edhe në një kujdes më të mirë për trupin. Konsumi i përditshëm i kosit i paambëlsuar dhe pa shtesa të ndryshme është i këshillueshëm për të gjithë. Për sasinë e rekomanduar gjithashtu mund të merrni përfitime, të cilat do të luajnë një rol parandalues kundër inflamacioneve dhe rritjen e rezistencës së organizmit. Kosi është i mirë të shtohet në mënyrë të rregullt në dietën tuaj. Brenda rekomandimeve të duhura, ai mund të parandalojë një sër shqetësimesh. Ekspertët e cilësojnë kosin si një prej produkteve më të mira që mund të konsumoni gjatë gjithë kohës. Kështu që vlerat që do të marrë organizmi juaj do të jenë të menjëhershme. Kosi, qumshti, djathi janë produkte të cilat mund të jenë të pazvendësueshme për shkak të përfitimeve që ofrojnë. Të shtuara në kuzhinën tuaj, ato do të luajnë një rol parandalues kundër inflamacioneve dhe do të rrisin kështu rezistencën e shëndetit tuaj. Ekspertët e cilësojnë kosin si një prej produkteve natyrale më të rëndësishme për t'i shtuar vazhdimisht në dietat tuaja ditore. Përpos shijes së mirë dhe mënyrave të pafundme të kombinimit të tyre, këto produkte janë jashtëzakonisht të rëndësishme të jenë pjesë e dietave tuaja ditore për të luajtur një rol pozitiv kundër inflamacioneve dhe gjithashtu përmirësimin e shëndetit tuaj në tërësi. Shtimi i kosit në dietën tuaj mund të jetë një produkt fantastik edhe të përmirësojë sistemet tuaja tretëse. Kosi do të ndihmojë tretjen dhe konsumin ditor i tij veçanërisht në mëngjes, do të mbrojë sistemin tonë tretës nga toksina dhe bakteriet. Ai qetëson sistemin e rënduar nga inflamacionet dhe dëmtimet e shkaktuara prej tij. Kosi do të ndihmojë gjithashtu në rritjen e vlerave tuaja të imunitetit. Kosi ka aftësinë të mbrojë imunitetin, ta bëjë atë më të fortë, sepse kosi përmban minerale të dobishme siç janë zinku, magnezi dhe seleniumi. Shtimi i kosit në vaktet tuaja ditore do të ofrojë gjithashtu një tension më të mirë të gjakut. Kaliumi që gjendet te kosi do të ndihmojë në eliminimin e kripës së tepërt të organizmit. Në këtë mënyrë kosi do të ndihmojë në uljen e tensionit të lartë të gjakut dhe do të ofrojë gjithashtu një shëndet më të mirë të zemrës. Kosi është një produkt fantastik që mund të ofrojë shumë përfitime në dobi të shëndetit dhe të lehtësoni komplikacionet e tyre. Kosi do të parandalojë edhe problemet e infeksioneve. Kosi është veçanërisht aleat i grave sepse parandalon mykun dhe infeksionet e tyre. Kosi përmban laktobacile, baktere të cilat frenojnë rritjen e infeksioneve dhe parandalojnë gjithashtu edhe komplikacionet e tyre. Shtimi i kosit në menun tuaj ditore do të përkthehet në një mbrojtje të vërtetë të organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve. Ekspertët e cilësojnë kosin si aleatin më të mirë të trupit, për sa kohë konsumoni kos natyral të përgatitur vetë në kushte shtëpie dhe konsumoni brenda masës së rekomanduar. Vëmendje,
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose edhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu. Mos harroni ta shpërndani sa më shumë këtë video.